Presidenti i Iranit thotë se është gati të negociojë me Shtetet e Bashkuara. Presidenti Masoud Pezeshkian ka thënë se Irani është gati të negociojë me Shtetet e Bashkuara pas kërkesave nga qeveritë miqësore në rajon për të përgjigjur një propozimi për bisedime. Në një deklaratë nga X, Pezeshkian i kishte thënë ministrit të jashtëm Abbas Araghchi të ndiqte bisedimet me kushtet të ekzistonte një midis i përshtatshëm, një midis i lirë nga kërcënimet dhe pritjet e parasyshme. Fjalët e tij erdhën pasi udhëheqësi suprem i vendit Ayatollah Al-Khamenei paremëroi se çdo sulm ndaj Iranit do të shkaktonte një luftë rajonale. Presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump ka ndërtuar forca në rajon dhe kërcënoi të ndërmarrë veprime ushtarake nëse Irani nuk bie dakord për një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor dhe nuk ndalon vrasjen e protestuesve. Pezeshkian tha se Irani do të ndiqte negociata të drejta e të barabarta me Shtetet e Bashkuara duke shtuar se ato duhet të kryhen brenda kuadrit të interesave tona kombëtare. Bisedimet mund të mbahen në Stamboll të premten me Araghchi, që do të takohet me dërguarin special të Shteteve të Bashkuara Steve Witkoff. Sipas raporteve të medias amerikane, ministrat e jashtëm të Egjiptit, Omanit, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe janë ftuar gjithashtu të marrin pjesë. Njoftimi i Pezeshkian erdhi një ditë pasi Araghchi tha CNN-it në një intervistë është i bindur se mund të arrijë një marrëveshje për të siguruar që nuk të kenë armë bërthamore. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor është tërësisht paqësor dhe mohon se po kërkon të zhvillojë armë bërthamore.